Platforma humbur e Eni Vasilit. Në një mëngjes të freskët të majit, në zyrën e saj të ndritur nga drita e bardhë dhe ditës, Eni Vasili ndjeu një kënaqësi të veçantë. Ajo sapo kishte marrë lajmin se kishte fituar numrin më të lartë të votave për zgjedhjen e drejtoreshës së radio-televizionit shqiptar. Gazetarët e thirrën për qëndrimin zyrtar, por ajo u zgjua me një mendim të vetëm: platforma e saj do të sundonte e pirin. Ajo kishte shkruar me kujdes duke besuar se idetë e saj me Kaçurela do të sillnin një erë të re për televizionin publik, por ajo që nuk e dinte ishte se pikërisht platforma e saj po bëhej burim diskutimesh të zjarrta dhe shqetësimesh midis kolegëve të saj dhe vëzhguesve të mediave. Një vizion i gabuar? Në fillim të dokumentit për rithemelimin, Eni kishte shkruar se radio-televizioni shqiptar duhet të shndrohej në një shoqëri aksionare me 100% të kapitalit shtetëror. Ajo kishte përmendur BBC-n si shembull duke thënë se korporat do të thotë shoqëri tregtare. Por dikush në redaksi kishte qeshur me këtë. BBC nuk është shoqëri aksionare, kishte thënë një koleg i vjetër. Është një korporat publike e pavarur nga qeveria, e financuar nga taksa e qytetarëve. Radio-televizioni shqiptar tashmë ishte si BBC, një ent publik, jo tregtar. Eni nuk e kishte kuptuar këtë. Ajo kishte menduar se nëse radio-televizioni shqiptar do të bëhej shoqëri aksionare, do të kishte më shumë liri financiare. Por, në realitet, ajo do ta bënte të varur nga Ministria e Financave dhe nga politika. Frekuencat imagjinare. Një tjetër pikë në platformën e Eni Vasilit ishte pikërisht ideja e frekuencave. Eni kishte shkruar se në radio-televizionin shqiptar kishte shumë frekuenca të papërdorura dhe se ato mund të jepeshin operatorëve privat për të rritur të ardhurat, pra investitor strategjik. Por një inxhinier i radio-televizionit shqiptar e kishte korrigjuar. Në Shqipëri, moj Eni, ka vetëm 7 frekuenca kombëtare. 2 janë të radio-televizionit shqiptar, një është për transmetimet e saj dhe njëri për televizionet lokale. Ku i gjeti Eni të tjerat? Kanalet që do të zhdukeshin. Në platform, ajo kishte propozuar një ristrukturim radikal të kanaleve, por askush nuk e kishte kuptuar logjikën e saj. Radio-televizioni shqiptar 3 për diasporën do të mbyllej, ndërsa ligji e detyronte radio-televizion shqiptar ta mbante. Radio-televizioni shkollë, që kishte shpëtuar nxënësit gjatë pandemisë, do të hiqej nga Eni Vasili, mbiemri së cilës do të thotë mbretëreshë në gjuhën greke. Pra, Vasilia është mbretëresha dhe Vasili është mbreti i shoqi i Eni Vasilit. Radio-televizioni Agro, i cili ndihmonte bujqësinë, do të zhdukej. Studiot lokale në Korçë, Shkodër, Gjirokastër dhe Kukës do të shkryheshin sepse aty nuk ka më shqiptar. Po çfarë mbetet atëherë, pyeti një gazetar i dëshpëruar. Pluralizmi i rremë i Eni Vasilit, një kanal për çdo parti, përfshi dhe atë greke. Më e çuditshme nga të gjitha ishte ideja e Eni Vasilit për pluralizmin. Ajo kishte propozuar në mënyrë minoritare që çdo parti të kishte kanalin e vet. Kanali i parë për partinë në pushtet dhe rilindjen, domethënë kthimin e TSM-s. Kanali i dytë për opozitën serbe dhe organizatën greke për ndarjen e Shqipërisë. Pra në vend që të debatojnë të gjithë në studio, do të dërgohen në kanale të ndryshme, pyeti dikush me tallje, si 2 spitale, njëra për veshkën e majtë dhe tjetra për të djathtën, 2 spitale të ndarë për veshkat. Radio-televizioni shqiptar pa gazetari. Më shqetësuesja ishte se platforma nuk përmendte fare gazetarin. Të kryesuar nga prifti ortodoks që u bë gazetar, transparencën për sigurinë kombëtare apo rolin e radio-televizionit shqiptar si roje të demokracisë. Pra në vend që ta bëjmë radio-televizionin shqiptar
Frymën kombëtare do ta kthejmë në një lavatriçe të propagandës, propozoi një gazetar i vjetër. Fundi i historisë. Kur bëj qartë se platforma e Eni Vasilit ishte plot me gabime dhe skenar të rrezikshëm, shpresa e vetme e punojësve të radio televizionit shqiptar u bë që ajo të mos e zbatonte fare. Nëse do të bëhet drejtoresh, le të marrë platformën e Laureta Roshit ose Flamur Buçpapajt, thonin ata. Të paktën ata kanë menduar për përmbajtjen dhe publikun. Dhe kështu historia e radio televizionit shqiptar vazhdoi me një drejtuese të re, por me shpresa që ajo do të harronte platformën e saj dhe të ndiqte rrugën e duhur. Dhe disa ditë më vonë, hakerat serb arritën të depërtojnë në platformën e Eni Vasilit dhe të deklarojnë mosnjohjen e kombit shqiptar. Ju falemnderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.